Marshkas rastet e fundit të rënda të cilat kanë ndodhur në Kosovë, ne do të flasim pak për sigurinë në vend, po ashtu sigurinë në rajon, do shta të themi. Do të flasim pak me profesorin e kriminalistikës dhe ekspertin e sigurisë, zotri Fatmir Çollaku, që e kemi këtu në studio. Flasim nëse Kosova është një vend i sigurt për të jetuar, kush mund të mbaj armë, çfarë po ndodha, ka ndikuar ndoshta rregullat e dikurshme apo kanuni, ka ndikuar periudha e pas luftës. Gjitha këto do t'i diskutojmë tash bashkë në studio me mysafirin. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, Urgjeta. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Zotri Çollaku, na tregoni pak çush është një gjendjen e sigurisë në Kosovë? Është për tu alarmuar apo jemi një vend i sigurt në krahasim me vendet e tjera në rajon edhe në botë? Fillimisht shpreh keqardhje dhe shqetësimin tim për këto vrasje të fundit që ndodhen dhe shuzëros të shpreh ngushëllime familjarëve të viktimave dhe të uroj të mos ketë raste të tilla më. Megjithëse kjo është vetëm një dëshirë dhe urim, në të vërtetë realiteti është pak më ndryshe. Nëse bëjmë një krahasim të Kosovës, që po nisim diskutimin tonë pra me këtë pyetje që ju e shtruat, Kosova është vend i sigurt, është pra vend i sigurt, nuk ka vend për panik, hapësirë për panik dhe për alarmim, sepse matjet e kriminalitetit bëhen përmes raportimeve kryesisht vjetore në kuptimin e matjes përmes statistikave apo numrave. Shikuar nga ky aspekt i krahasimor i Kosovës me vende tjera, duke referuar statistikave zyrtare lidhur me numrin e vrasjeve, Kosova është mirë, shumë mirë në krahasim me disa shtete në region dhe shtete tjera për te regioni, që i bie se Kosova është vend i sigurt, por natyrisht çdo jetë e humbur është humbje, çdo vrasje është perceptim i trisht nga ana qytetarëve për ngjarjen e tillë dhe sidomos është humbje e pakompenzuar për familjarët. Prandaj në këtë frym dhe këtë kontekst, shpreh edhe si qytetar, por edhe si profesionist shqetësimin, njëkohësisht artikuloj kërkesën për sistemin e sigurisë, për kryesisht policinë, që të bëjnë mirë, kanë punuar, janë duke punuar mirë, megjithatë gjithmonë ka hapësirë edhe për më mirë. Prandaj në këtë frym rekomandoj që të zhvillohen dhe realizohen plane operative, siç edhe ndodhi vitin e kaluar kur kishte disa raste të vrasjeve në qytetin Prishtinë dhe policia pra ndërmori një plan formatit gjerë, plan operativ, të kontrollimit të automjeteve, të personave dhe rezultoi si suksesshëm në gjitha regionet e Kosovës, rezultoi suksesshëm sepse u identifikuan dhe u konfiskuan shumë armë të zjarrit, të cilat barteshin pa leje nga qytetarët e ndryshëm të Kosovës. Prandaj nuk jam i prirur të alarmoj gjendjen në kuptimin që paraqisim çysh është. Ajo çysh është kjo që po ta mund. Kurse shqetësimet, perceptimet, frika, keqardhja janë emocione të cilat përcillen kur qytetarët përmes mediave marrin informatën se paska ndodh një vrasje që ka vrarë dikur, paska vdek dikush, e kështu me radhë. Prandaj Kosova nuk është vend i sigurt. Pra Kosova është vend i sigurt, krahasuar me vende të tjera regione dhe shënon ose është në një rangim bukur të lartë sa i përket sigurisë, sepse siguria matet, gjendja e sigurisë e qëndrueshme matet me numrin e veprave penale të krijuara, të shkaktuara ose të realizuara, të kryera me një afati të caktuar kohor në një vend në përputhje me numrin e banorëve, me kohë banore. Prandaj këta janë matësit, përkatësisht të standardet, cilat vlen edhe për shtete tjera, dhe këtë relacion të krahasimor, Kosova del seriozisht mirë, krahasim me vendet tjera përgjithësisht. Prandaj, komod mund të themi që është një vend i sigurt, një vend ku mund të jetohet, kurse duhet përpiqemi të gjithë, edhe ne qytetarët e rëndomt, edhe policia, edhe organet tjera, që të bëjmë punën e tyre, ne të denoncojmë raste kur shohim se dikush ka armën dhe i duket hapur, pse jo, dhe denoncime tjera cilat kanë të bëjnë me aktivitet dyshim kriminal ku epilogu mund të jetë edhe tragjik. Prandaj të gjithë. Për trendët sigurisë. Po dhe prishet randit, edhe bartja armës pa leje, vetvetyor vepër penale për shembull. Edhe shumë çka tjetër që nuk shkon në frymin e mirëvajtjes, mirëqenjes, sigurisë qëndrueshme. Shumë çka që nuk shkon, edhe ne qytetarët kemi përgjegjësinë qytetare, kurse organet kanë përgjegjësinë mandatare të realizojnë përmbushjen e detyrat e tyre për të cilat detyra ata janë dhe të cilave u beson qytetarët u besojnë. Pra, si policia, si organet tjera, kryesisht policia, që ka mandat sigurinë e brendshme, të intensifikoj aktivitetin edhe më shumë në aspektin operativ, në aspektin kontrollues, që të parandaloj
sa ka mundësi të përndalohet. Natyrisht përndalimi është shumë i vështirë, edhe shumë i vështirë i matshëm, megjithatë të përndaloj për sa ka mundësi numrin e vrasjeve. Për mua është sukses edhe një jetë e kursyer një qytetari tonë Kosovës ose qytetari tjetër që frekventon në territorin e Kosovës, për cilin po ashtu sistemi i sigurisë ka obligim të garantojë siguri në kohën kur ai është legalisht në rrugën e Kosovës. Prandaj në çdo relacion siguria është kategori kushtetuese, ku shteti ka obligim kushtetues, kurse qytetarët, rezidentë ata jo rezident, kanë të drejtë kushtetuese të përfitojnë shërbime nga siguria, shërbime në fushën e sigurisë. Natyrisht, ato shërbime i ofrojnë institucionet që kanë mandat primar sigurinë dhe institucionet tjera kontribuojnë në siguri, të cilat nuk e kanë mandat primar sigurinë, por kanë mandat ndoshta sekondar, por kontribuojnë shumë. Këtë rast për qytetarët edhe shikuesit të tjerë më i qartë, për shembull dogana nuk ka mandat sigurinë, por kontribuon shumë kur detekton dhe identifikon materie shpërthyese, armë, zjarre dhe çdo gjë tjetër që rrezikon sigurinë e qytetarëve në Kosovë. Kurse policia e Kosovës ka mandatin primar dhe i vetmi organ ose institucion që ka sigurinë e brendshme dhe ka kompetenca apo autorizime policore që i bie më praktikisht të bëj kontroll rutinor, të bëj vëzhgime, të bëj përcjellje në kuadër mandati policor, pa hyrë në terrenin ose pjesën penale ku implikohen dhe involvohen edhe subjekte tjerë të drejtësisë, siç është prokurori kështu me radhë. Prandaj përcjellim mesazhin të menaxhmentit lartë i policisë Kosovës, për cilët unë kam vazhdimisht respekt se bëjnë një punë shumë të madhe, shumë të mirë, garantojnë sigurinë e qytetarëve, por të lutem nuk ka siguri absolute, s'mundemi me pritë se nuk do të ndodhë më asnjë vrasje, sepse është e pamundur. Ju e bët një krahasim me vendet e tjera, Gjithsesi jam, qëndroj pas asaj. Mundemi me bë një krahasim ndër vite, Kosova ka kalu tash a ka më shumë raste tash apo po raportohen më shumë raste tash? Çu ka ndryshuar? Këtë pyetje kisha edhe në një emision dje në një televizion tjetër, pra më shumë raportohen sepse edhe të jemi sinqert tash ka më shumë media në tregun medial, edhe vedia qytetarë dhe vedia institucionale, po është gjithmonë është ajo maksima e mediale se lajmi keq e lajmi mirë në kuptimin medial, sepse ka interesim të tregëve mendje kështu me radhë. Kurse nëse bëjmë një krahasim që të kenë më qartë ata që na shikojnë dhe të gjithë të tjerë që kanë interesim për këtë temë, për shembull viti 2024 në raport me 2023 shënon ulje të lehtë të numrit të vrasjeve. Nuk i kam statistika të referohemi saktë në shifra, por kjo që thamë është e vërtet, dhe prakisht viti tjetër, do thotë edhe ai shënon një ramje të lehtë që i bie se kohën e fundit ose 2 vitet e fundit ose 3 vitet e fundit, që po e marrim 3 vitet e fundit, oscilon varion domthonë numri i vrasjeve ose një ramje të lehtë ose në ngritje të lehtë, ndoshta 3 vite më parë, por aty sillet, që do të thotë është një nivel konstant ose një nivel i ulët krahasim me vende tjera, i numrit të vrasjeve në krahasim me numrin e banorëve. Jemi qartë. Dikush nëse shkput nga konteksti këtë që thamon, ka me pas reagim ndoshta edhe histerik, çka ka thotë këtë qysh morë 4 vrasje për 2 ditë. Po 4 për 2 ditë është e vërtetë. Po nështë 3 muaj tjerë s'ka pas, në vështri Bavaki s'ka pas 6 muaj vrasje fare. Nuk kam informacion të saktë, po këto janë supozimet besueshme që kanë herë ndodhur në një fazë ose periudhë caktuar kohore, ka kushtimisht grumbullim të rasteve në kuptimin që ndodhin ato raste, ndoshta në një periudhë 3 mujore tjetër s'ndodh fare, fjala për qytete ose regione. Kështu që në total bëhet fjalë për shifrën përfundimtare, njëvjeçare, raporti njëvjeçar i policisë dhe institucioneve tjera që masin këto dokumente, domethënë në entin e statistikave, mund t'i referohemi, janë publike të dhënat që numri i vrasjeve në vite shënon ulje të lehtë, kurse nëse kthehemi disa vite më parë, shumë vite më parë në kuptimin e dekadës, domethënë dekada e parë pas lutjes, natyrisht që ka pas më shumë vrasje, sepse edhe ka pas më shumë numër të armëve në dorë të qytetarëve, dhe unë e potencoj shumë shpesh, edhe në këtë rast duhet ta përsëris, njëra nga rrethonat objektive që do të interferonte në parandalim të numrit të vrasjeve është nëse shteti i Kosovës, pra kur tham shteti mendohet gjitha institucionet të bëjnë punën e tyre dhe mediat, kuptimin e vëdësimit, ndërgjegjësimit, fushat ndërgjegjësuese që me reduktu numrin e armëve në dorë qytetarëve. A mundeni disa hapa ndoshta, hapa ose disa udhëzime se çka do duhet ndoshta policia e Kosovës të bënte apo të ndërmerrte në mënyrë që të rritej siguria. Jo e përmendet që vitin e kaluar kanë ndërmarrë ndoshta kontrolle të ndryshme. Pikërisht aty kjo mundet me ndihmu, po çka tjetër qoftë edhe në shkolla, në vende tjera, kontrolle të papritshme dhe pa treguar ndoshta. Po, befasuese, pa planifikuara për qytetar, po.
Po, to janë do mosa operative legale të cilat janë në kuadër mandatit policisë dhe policia mund të organizojë kontrolla kriminalistike, kontrolla policore ndaj qytetarëve, veturëve, thashë një herë për vende tjera publike, nëse është nevoja natyrisht në konsult me prokurorin, nëse bëhet ndaj kontrollimi thellë ose i gjerë kështu me radhë, në për vende rrshjara në cilësinë e bastisës apo racisë, kështu që policia mund të bëj gjithësisht kryej dhe realizoj masa dhe veprime operative të cilat janë në kuadër mandatit e që kanë rezultat në paksimin e armëve në durë të qytetarëve ose spaku në bartin e tyre, sepse qytetarët kur armët i kanë në shtëpi, supozojmë që i kanë paleje, po se kanë me vetë, si ka se bartin, mundësia objektive është më e madhe që në qoftë se ndodh ndonjë konflikt verbal ose kasafytje fizike, epilogu tragjik më pak mund të ndodhë sepse nuk e ka pistoletën me veti ose armë tjetër të gjatë që ndodhë në raste pak më të ralla. Pra, bartja armëve paleje, dhe njëherë po tham, është rrethona ose faktori që ndikon drejt për drejt në numrin e vrasjeve, në kuptimin e rritjes së numrit të vrasjeve, dhe ta shikoni nëse policia ndikon gjatë kontrollimit të shpeshta. Qytetarët dikur hamenësohen dhe në fund vendosen mos e merr armën se ka kontroll policia. Nëse kontrollimet janë të shpeshta, në çdo vend, në çdo hapësirë, në çdo rrugë gati, në mënyrë befasuese, pa paralajmëruese kështu me radhë, atëherë secili qytetar do të mendohej mëngjes kur del nga shtëpia se a do ta bart pistoletën që ka paleje apo jo. Për ashtu rastet vrasje të planifikuara, të cilat si qërimi e hesapeve, gjakmarrja, hakmarrja dhe në të ngjashme, të ato nuk ndikon fare se do të kontrollon policia apo jo, sepse ata përgatitin paraprakisht, bëjnë planin, ndoshta mund ta presin viktimën një kohë të caktuar, ta përcjellin, ta presin në vendin ose hapësirën më të volishme për ta goditur, por këto janë rastet që i thashë janë të shtrydhura vrasje të planifikuara. Kurse shumë herë jemi dëshmitar në realitetin tonë në Kosovë se shumë raste kanë ndodhur që vrasjet kanë qenë të çastit si rezultat i qëllimit, jo qëllimit të po polemikës ose konfliktit, çastit për gjëra banale, banale, parkingu, provokimi me gishta, provokimi me gjeste, thyrja çastit dhe ngjashëm. Prandaj në këto raste do të eliminoheshin, ose më thoni, jo eliminoheshin, por do të reduktoheshin në minimum, në qoftë se kontrollat e shpeshta të policisë do të ishin befasuese, do të ishin rutinore të shpeshta përpërësisht qëllimisht, ata do të hamenësoheshin, pra edhe në fund do të sigurisht do të vendosin mes me bartë armë me vete, se kontrollojnë policia, e merr policia, e kështu me radhë që rrjedhimisht ligji si duhet pastaj këtu në qoftë se mbahen armë paleje, që kjo të jetë si mësim pastaj edhe. Po nëse identifikohen, natyrisht ligji nuk lejon, përkatësisht sanksionon të gjithë ata që bartin armë paleje dhe në momentin kur policia heton gjithsesi identifikon që ka armë paleje bartësi i caktuar me gjenerale të vetë emrin, mbiemrin kështu me radhë, natyrisht ai person ndalohet edhe vazhdojnë procedurat me pastaj deri në gjykimin në gjykatës lidhur me rastin. Dënimet gjithsesi ligjvënësi është i qartë këtu, sanksionimi i kësaj vepre bëhet edhe me burg, por bëhet edhe me gjobë dhe ngjashëm, tash sa e si gjykohen ato raste është çështje që i takon drejtësisë dhe njëkohësisht janë vendimet cilat unë besoj që gjyqtari konkret, në rastin konkret, i përmbahet ligjit, unë besoj, edhe më tutje besoj, që i përmbahen dhe dënimet që pasohen dikur qoftë me burg ose me kusht ose me gjobë, janë dënime që ata kanë vlerësu, sepse vlerësimi i gjyqtarit është objektiv në kuptimin është e drejtë e tij diskrecionare me marrë vendimin e tillë, gjykimin e tillë, pastaj edhe shkallshmëria, gjykatës dyshkallshmëria, parimi dyshkallshmëri që mund të ankohen në shkallën tjetër kështu me radhë. Por en general, në përgjithësi, domethënë, tani duke llogaritur që ka humbin jetët e njerëzve, unë isha radhit në grupin e atyre tani që përcillet mesazhi dashamirës, respektues në drejtësi të gjykatat, që në atë kuantumin ligjor të dënimit, marrja e dënimit të shkohet në dënime pak më të ashpra në thojza se deri tani, në mënyrë që të përcillet mesazhet e qytetarët se armëmbartja paleje që kanë një rrethon që ndikon edhe në epilogun tragjik, sepse janë raste konkrete. Kështu që
Po, na. Po, kush mundet me pas leje? Me qënë se po e përmendë marë pa leje, kush ka të drejtë? Janë normat juridike që specifikojnë sakt se kush ka drejtë të aplikoj për armë mbajtje me leje, natyrisht që vlerësohet nga organi kompetenti, Ministrisë Punëve Brendshme, rrezikshmëria, i duhet paraqes fillimisht kërkesë për armë mbajtje, pastaj të justifikoj, arsyetoj kërkesën e vetë se pse kërkon t'i lejohet arma për të bartur, ose në shtëpi, ose në punë, ose në rrugë, gjithnjë duke specifikuar sakt rrezikshmërinë dhe nivelin e saj, atë nivel të rrezikshmërisë të paraqitur nga aplikuesi e vlerësojnë organet kompetente, e vlerësojnë komisionet, e vlerësojnë personat zyrtarë kompetent në kuadër ministrisë, dhe pastaj i jepet leja, lejohet të bartë armën, dhe janë ato standardet të përtrirjes, standardi përtrirjes së lejes që në kupton edhe gjendjen psikofizike të sidomos psiqike në kuptimin e testeve kështu me radhë. Pra ligjvënësi ka specifikuar sakt rrethonat dhe mundësitë se cilat janë ato rrethona dhe për cilat duhet të lëshohet leja për armë mbajtje personit që aplikon, rrezikshmëria, thashë një herë, dhe shumë specifika tjera, cilat disa specifika në natyra punës, specifika në koha e punës, edhe në gjashëm, për shembull, në të vende pune, kur kryesisht kthehen vonë ose kthehen natën, dhe banimi i tij është në periferi apo në gjashëm, dhe i specifikon në kërkesën për armbajtje arsyet pranuar, arsyet me thonë plota ose justifikueshme, leja i për sigurisht. Kurse të gjithë dim që shumë ma shumë ka të atill që bartin armë pa leje, kjo shpjegohet edhe që për faktin që dikur moti tashmo bën përmi 20 e sa vjet, 26 vjet lufta që përfundoi 26 vjet, dhe pas luftës kishte shumë armë në dorë të qytetarëve. Në atë kohë, nëse shikus ata që përcjellin këtë temë edhe din, rreth 600.000 armë thuaj në atë kohë ka pas në dorë të qytetarëve. Pastaj u realizua amnestia si një plan ose një mas ose një proces për mua shumë i mirë, shumë i justifikueshëm dhe i arsyetueshëm për vetë qytetarët me dorëzu armët dhe amnestoheshin, domethënë marrin përgjegjësi fare. Kjo nuk u tregu shumë e suksesshme. As rasti i dytë i amnestisë nuk u tregu shumë i suksesshëm, sepse pas shumë pak armë të dorëzuara nga qytetarët. Por thash, pse jo, edhe njëherë të organizohet një amnesti e re, pse jo, por edhe 5 armë nëse dorëzohen, 10 armë nëse dorëzohen, prapë më mirë, sepse mund shpëtohen supozuar edhe jeta që mund të ishin të privuar nga jeta të tillë, viktimat e kështu me radhë. Kjo po besoj kanë, me qënë se jo përmendet edhe më njerë pas luftës, do të kanë ndikuar edhe ngjarjet në Kosovë që kanë ndodhur. Qoftë lufta, qoftë pastaj ndoshta rregullat që kanë qenë atëherë apo bazuar në tradita, kanune, që ndoshta me mbrojt nderën, me mbrojt shtëpinë, me pas se cila shtëpi nga një armë. Përshar edhe si shaka gjatë kohës së bisedave thuhet pse s'ki armë të në shtëpi ose pse ku e lani jo. Diçka e tillë, kështu që a mundet me ekzistua ende kjo apo vetëm flitet duke u bazu për asë çka ka qenë vjet më parë? Po, luan rol edhe kjo rrethon, por kohën e fundit, që për shembull 3 vjet e fundit ose 5 vjet e fundit, në strukturën, në shifrat, në strukturën e vrasjeve, numrit të vrasjeve, një numër i konsiderueshëm, nuk e di saktë me përqindje, po dikon rreth 30% janë të ri, të cilët janë të lindur pas luftës. Po. Që do të thotë s'kan lidhje ata me luftën, as me që i bie se kjo rrethon ka ndikuar, mund të ndikoj, por nuk mund t'i referohemi 100% asaj rrethone, sepse që rasti më i freskët në vështri, 9 veçari vrap, 9 veçari, në raste tjera për 2 vjetë, 3, 5 vjetë, që kemi edhe të mitur si kryesi vrasjes. S'po du mi përmend me raste me shplu plagët për familjarët e tyne, po edhe raste që e goditin, ai rastin që goditin me mjetet forta dhe vdishin në spital, që unë i ri, më bërë t'jallë për djem, për persona 3 kryesisht, edhe vajzat, viktimat vajzat që ishin, pra bërë t'jallë për raste të rinjve të cilet nuk e kanë pa luftën, nuk e kanë prejtur luftën dhe pasojat e saj. Kurse, në general, në total, lufta si proces, lufta si një ngjarje shumë e madhe dhe shumë e trisht, ka ndiku. Edhe me tutje ndikimin e saj janë
të disa individ të cilët në atë kohë kanë qenë spaku 10 vjet e mbi 10 vjet që kanë perceptu, kanë përjetu të merren e luftës dhe ta ka mund të ndikoj lufta dhe mund të përcillet ndikimi edhe më tutje në kuptimin e një stresi, në kuptimin e një agresiviteti të shtuar. Këto më mirë i shpjegojnë psikologët, unë s'po du me hinë atë fushë shumë edhe pse kam një përvojën këtë lëmi, po megjithatë u alëm atyre, sepse unë i përbahëm sakt fushës sime për cilën jam i thirrur. Me qënë se i përmendëm trit, edhe pa dyshim që se cili rast është i trësht, është i rënd me lexu, me pa, me dëgju për të, po kur bëhet fjallë për të rinë, çdo herë na shkon mendja çka po ndodh me rinin, çka po bëhet me shoqërinë, e çysh u leju në shkollë me pas ndoshta një anë të ftohtë, e çysh mujte me ju ikë ndoshta mësimdhënësve, drejtorëve, çysh me rritash ne sigurinë në shkolla, sepse edhe në qoftë se ndodh të kobori i shkollës, po edhe pak më larg shkollës, një fëmijë ka qenë në shkollë deri atëherë dhe ka pas një armë me vete dhe nuk ka kalu pa u vrejt. Qysh me rritash sigurinë? Dhuna në shkolla është dukuri tjetër, kuadër të dhunës shoqërore, dhunës në shoqëri, si karakteristikë, ose si dukuri gjithëpërfshirëse. Dhuna në shkolla është një modalitet i veçantë i dhunës që nënkupton nxënësit, pra kryesisht nxënësit të dhunshëm, të cilët shumë shpesh bartin mjetet e forta dhe armë të ftohta, të cilët ato i përdorin në qërim hesapësh mes veti, për zënë ka lidhë me në dashuri me që bëhet fjalë për fëmijë, bëhet fjalë për të rinj, moshave 5-16 vjet, 17 vjet. Mundën me pas diçka tjetër. Po dhe se ato janë dashuri, që ato janë motive tyre për moshën, të cilat kaplojnë dhe pengojnë arsyen rraqen për me marrë vendim tillë, sepse edhe herë për përsëri ato janë papjekur juridikisht, janë më pak përgjegjësi penale dhe të paformuar plotësisht në aspektin edhe mendor, në kuptimin ligjor, sepse dihet që mituria është deri moshën 18 vjeçare. Megjithatë, shkollat kanë përgjegjësi në ambientet shkollore të përkujdesen që të ketë sa më pak ose fare. Kjo fare do të ishte ideale, po është e pamundur, po spaku të ketë në minimum mundësia të jetë në minimum që të bartin nxënësit mjetet e forta dhe armë të ftohta. Realisht në një rast më i rrallë është edhe armë të zjarrit, sepse ka pas raste që edhe në mjedisin shkollor, edhe rreth objektit shkollor ose mjedisit shkollor ka ndodhur vrasja me armë zjarrit, ku viktima ka qenë nxënës, edhe kryesi ka qenë nxënës, që i bie se edhe armë të zjarrit natyrisht numër shumë më të vogël, sesa armë të tjera të ftohta dhe mjetet e forta që përdoren si mjete për shkaktimin e lëndime të rënda trupore, çak edhe vdekjes, sepse varësisht ku goditet, me çfarë mjeti goditet, dhe mjeti i fortë është mjet me cilin kryhet vepra penale vrasja. Prandaj në këtë kontekst përgjegjësia i bie shkollës dhe është diskutuar mjaft edhe në media, diskutuar edhe në forume tjera që shkollat, secila ka përgjegjësinë e vet, menaxhmenti i shkollës, drejtori dhe personeli kanë obligim për kujdesen që siguria në shkollat të jetë në nivel të këndshëm dhe të jetë e qëndrueshme, duke montu ose vendos kamera sigurisë, duke siguru objektin nxehtësisht të hapësirën shkollore, edhe me sigurim fizik personave, herë duke negociuar, jo po duke bashkëpunuar me policinë, jo të uniformuar, pra që nxënësit dinë të thonë civili, polici civili, kahor civili, rujo civili, kështu e kështu me radhë. Ky zhargoni i nxënësve në shkolla ka qenë dhe është edhe tani. Prandaj vizitat më të shpeshta të policisë në rroba civile, në mjeditet shkollore, montimi i kamerave gjithsesi, funksionimi i kamerave, jo që vetë vendose, po të jenë funksionale ato, dhe çdo monitorim tjetër që është legal dhe legjitim në kuptimin e përcjelljes nga personeli të nxënësve, personeli, do të thonë arsimtarët, zavens drejtori, të gjithë ata që janë në shkollë, do të ndihmonte pra edhe herë ky aktiviteti i shtuar i kontrollimit, i përcjelljes, i monitorimit të personelit shkollor, funksionimi i kamerave sigurisë, patrullimi më i shpeshtë, vizitat më shpeshta të policëve me rroba civile, do të shtonte përgjegjësinë në atë mas që edhe ata nxënës që kanë mbartë me vete armë të ftohta apo mjetet e forta dhe në rast më të rrallë, edhe armë të zjarrit, nuk do t'i
merrnin ose do të merrnin në numër shumë të vogël se deri atëherë. Pra, janë masa legale, legjitime dhe që mund të realizohen lehtë, nuk kanë kosto të kumisa. Kur mendoj kosto kumisa, mendoj në policinë që një pjesë e tyre, se nëse llogarisim sa shkolla fillore janë në Prishtinë për shembull, sa shkolla të mesme i bie një numër i konsiderueshëm, por jo ata të rinë gjatë, por vizita her pas hershme, që nxënësit të dinë që mund të jetë civili dikon, mund të jetë që shton ata. Këto do të ishin që për mua janë të bollshme nëse janë funksionale, që të reduktohet numri në minimum, sepse as dhuna, as krimi në përgjithësi nuk mund të shrenosën, nuk mund të zhdukën, por do të ishte ideale për shoqërinë tonë të jenë në nivel të kontrolluar. Niveli kontrolluar është ajo shkalla që për mua tregon, është tregues i një mirëqenie dhe sigurie të qëndrueshme, qoftë mjediset shkollore, mjediset familjare, kur fjalët e dhuna familje, dhe në përgjithësi në jetën publike. Uroj që rastet të tilla të ketë sa më pak, megjithatë dhe ne si qytetar mos ta harrojmë edhe rolin edhe impaktin tonë që mund të kemi në këto raste, duke raportuar për raste të dyshimta të cilat mund të shohim në rrugë dhe në jetën tonë të përditshme. Profesor, faleminderit shumë për kohën, faleminderit edhe për informata dhe këshillat që i keni ndarë me ne. Ju lutem, gjithashtu ishte klasi për mua.